E dim se arabat e asaj kohë në veçanti fisi Kurejsh kanë qenë të njohur me tregti. Kanë qenë njerëz tregtar. Mas ato ditëve Abdullahu del për tregti në Sham me karavanin që kanë qenë të organizuar në Damask. Po, sigurisht. Në Damask edhe mjetet e asaj kohë e dim se kanë qenë vështira. Të vështira, nuk kanë qenë sikurse sot, absolut. Edhe me aeroplan me shku. Absolut, ja. Me karavan, me kafsh, me deve, me kuaj. Prej Mekë në Damask ka sa kilometra shumë. Po, ka shumë. Vërtet, është dasht me ditë, me natë, me javë, me muaj, me muaj, derisa janë kthy. Abdullahu ka qenë pjesë e atij karavani ku niset mas 10 ditëve martesë. Mas 10 ditëve martesë. Edhe niset me atë karavan, edhe shkojnë në Sham, ku Abdullahu ka qenë ai që i ka marrën, paret. Përgjithësi para arkatari. Po, domethënë si të themi që tash ministri i ekonomisë, si ta quajmë. Në Sham kanë shku, kanë kryer tregtin, edhe janë kthy prej Shamit për në Mekë. Gjatë rrugës, gjatë kthimit prej Shamit për në Mekë, Abdullahu smuhet në rrugë. Po, edhe në Medinë. Në atë kohë Yathrib ka qenë në Medinë. Domethënë kur kthehen prej Damaskut, po, nalën Medinë, po karavani ndalon se u ka smuhet Abdullahu. Mirë po, karavani duhet të vazhdon rrugën. Abdullahu dajtë e veti ka pas në Medinë. Edhe e kanë lënë të dajallarët e tij në Medinë. Edhe karavani kanë vazhduar rrugën me shpresë se do të shërohet edhe ai, ndërkohë do t'ju bashkangjitet apo do të vjen pas tynve do të shkon, edhe do t'i arrin o rrugës ose në Mekë. Mirë po, bëhet një muaj ditë gjatë, edhe nuk ka kur një çfarë lajmi për Abdullahun. Se nuk kanë qenë kushtet e asaj kohë, telefon, s'ka letra, absolut ja. Edhe Abdul Muttalibi Abdullahun e ka pas sikurse Jakubi Jusufin alayhi salatu wassalam. Ka dashur shumë ka dashur. Shumë ka dashur, as tepër as shkon i lidh për ta. Edhe diçish brangoset edhe e zangajla se çka ndodhi me djalin, me të birin e tij. Atëherë e dërgon një prej djemve të tij që i ka pas edhe 9 tjerë, 10 djemi ka pas me Abdullahu i dheti, edhe 6 vajza. Abdullahu kon më i vogël, më i vogël po. Edhe El Harith ibn Abdul Muttalib e çon në Medinë ta merr lajmin se çka ndodhi me Abdullahun. Edhe shkon. Kur arrit në Medinë, atëherë e merr lajmin se Abdullahu ka ndruar jetë. Nuk ka jetu. Nga smundja që e ka psu, ka qenë shkak ai për ndruar jetë. Domethënë kur u ka nis për Mekë në Medinë me marr vesh çka ndodhi, pse u vonu. Po. E merr vesh i ka ndruar jetë. Po. Atëherë Medinë po e kupton. Edhe është varros aty Medinë. Medinë të A dihet sot që është varri? Ja, nuk dihet, po në thuat aty të dajallarët e tij benin në Xhar, që quhen. Aty e kanë varros edhe kthehet El Harith në Mekë me haberin, me lajmin se Abdullahu ka ndruar jetë. Atëherë vërtet ka qenë një mërzi e madhe për Abdul Muttalibin, po edhe për familjen, do thotë për vllaznit, për motrat, e më e rëndë ka qenë për Amina, që është bashkëshortja e Abdullahut në këtë rast, e cila me ta me burrin e saj, do thotë në jetën martësore i jetoi vetëm 10 ditë. Vetëm 10 ditë ka shiu jetë martësore. Vetëm 10 ditë. Po. Edhe ndërkohë, do thotë kjo periudhë tash derisa u kthi El Harith po ta dhon lajmin. Para se më të që të kenë qartë shikues. Domethënë Abdullah edhe nejna të fol për Aminën edhe për Abdullahun. Prindërit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këto çka i tregu këto janë në moshë nën 20 vjeçare kanë qenë apo? Shumë të ri. Abdullahu ka qenë 25 vjeçar. Po 25 vjeçar. Po domethënë moshë rinore. Po të rit sapo martuar. Po. Edhe po vazhdo. Atëherë Amina në atë periudhë që ka jetuar 10 ditë me bashkëshortin e saj Abdullahun, ndërkohë kuptohet se ka me të 7 zana. Ka qenë 7 zana. Ta janë krejt përcaktime të krijuesit absolut Allahut Azza wa Jall, i cili do thot me krejtat këto ka caktu që nona Amina e pejgamberit alayhi salatu wasalam mbetet 7 zana. Po me mbet 7 zana në kohën, në periudhë të martesës dhe ditë që ndoshta por shumë kanë do të kishte qenë absolut, do thotë e pa kapshme. Po shpejt, saktimet e Allahut janë.